Bismillahirrahmanirrahim. Vëllezër dhe motra, Allahu i madhruar ka bërë ilaç dhe shërim për smundjet e zemrave. Për smundjet që kanë të bëjnë me dyshimet, Zoti i Madhreshëm e ka bërë ilaç bindjen, ndërsa për smundjet e zemrës që kanë të bëjnë me dëshirat dhe pasimin e epsheve, Zoti i Madhreshëm e ka bërë ilaç durimin. Allahu i madhruar në surën Es-Sejdë ajeti 24 thotë: dhe kështu ne kemi bërë prej tyre prejes udhëheqës, të cilët udhëzojnë me urdhrin ton, e ata bëjnë durim, bëjnë sabër dhe janë të bindur në argumentet tona. Pra, të nderuar vëllezër dhe motra, për të shëruar zemrat tona nga dyshimet dhe dëshirat, dohet bindje dhe durim. Gjithashtu, këto janë si dy shtylla ose si dy kushte kryesore për të qenë presë dhe për të qenë udhëheqës për tek e mira dhe për tek ajo që e don Zoti. Zoti na bëft prej tillëve. Wassalamu alaikum.